është e pamundën mos me e ditë çka bën me një person që rrin gjatë, që të bie me naj gjatë. Kjo s'do të thotë që tako është e përdet. Po është e pamundën mos me e ditë në njërin prej organizimeve të lëvizjeve vendosje në Prishtinë, që ata persona që ka bojnë aty. Se hajde që ky personi e kam shef me çka merret, po pajtona. Pa ata tjerë që e kanë mahall. Do të thotë, a mundesh ti për shembull me em shef kur jeton brenda një rrethi njerëzve, profesionin tënd me çka merresh, absolutisht është e pamundën. Do të thotë, dhe këtë drejtim unë konsideroj që këto e kanë ditë. Pse e kanë toleru, është çështje tjetër. Është çështje për të diskutuar. Prandaj po them që ky rast nuk mundet me u mbyll me faktin që për shembull i kemi kthyer databaza që thanë lëvizja vendosje, e kemi përjashtuar suspenduar një personin, kur të marrin vesh që është sakt çaj, e përjashtojmë lëvizjen vendosje. Po të vesh ka dalë pak. Domethënë ky po del të jetë një grup jashtëzakonisht mirë i organizuar, edhe këgjë i suksesshëm i trafikimit të drogës, apo jo? Po. Ta nuk ishte ndërkombëtar. Ta nuk ishte qenë palidhje. Domethënë që e mora vesh për raportimeve, ta kanë marrë drogën prej Iranit, prej vendeve tjera, edhe e kanë paketu në Kosovë, edhe e kanë shpërndarë nëpër Evropë. Kjo shihet që është ndërmarrje këgjë e organizuar. Po. Grupi është i madh. Grupi është i madh. Gjë që ti nuk mundesh me e bë për një javë. Domethënë kjo shihet që është bërë për një kohë gjatë. Edhe besoj edhe procesi hetimor i policisë ka shku për një kohë gjatë, derisa kanë ardhur në këtë pikë. Dhe tash po del që ky pas ka qenë aktivist i shquar i lëvizjeve vendosje. Që e përmendet i sakt, i aktivist i shquar sepse ky ka mri me najt me kryeministrin e lëvizjeve vendosje, që po të garantoj ka deputet lëvizjeve vendosje që s'muj me emri aty. Në grupin parlamentar lëvizjeve vendosje ti ke njerëz të cilët nuk kanë mundësi me u taku me Albin Kurtin, përveç ndjerës grupit. Ky po. Tash si u bë për shkakun që lëvizja vendosje në pushtet, po ka afërsi me kësi njerëz. Biznesmena, jo rezerva shtetërore atje, jo trafikant droge, jo energjia, jo të gjitha këto, si me thonë, marrëveshje të dyshimta. Sepse kur je në pushtet ti ki mundësi me ndiku që çto aktivitete kriminale ose të paleqshme me u zhvillu. Kur nuk je në pushtet është tjetër gjë. S'mundesh me se tani Visar, kur ndodhi thyrja e madhe në lëvizjen vendosje, ju nuk jeni përfshi, fatmirësisht në ato debate, diskutime. Ka pas akuza qaq të mëdha për përdorim të drogës në zyrat e vendosjes. Këta e kanë folë publikisht. Madje ka pas asi akuza për sulme seksuale, për ngacmime seksuale. Dhe këto u nxorën në sipërfaqe kur ndodhi kjo thyrja. Dhe Albin Kurti, në një moment të caktuar, nuk e di në cilin televizion në intervistë, i fajsoj ata që kanë dalë. Pra u përpos të ahedh fajnë atyre që kanë dalë nga lëvizja vendosje, cilët, siç më kujtohet, ta kanë qenë disa që i kanë vështru kështu vajzat edhe gratë me një farë shikimi. Tani, aje paska ditë edhe ma heret. E paska ditë se çka po ndodh, paska ditë për përdorim të substancave në ambientet e punës, e paska ditë edhe për këto fenomene. Dhe nuk u fol kur, nuk u diskutu kur. Ka vazhdu një bashkjetes me këtë lloj kriminaliteti që është zhvilluar në këtë subjekt politik.